TikTok nuk do të mbyllet, përplasja me komentuesin Rama, po negocioj me kompanin për vendosjen e filtrave. Kryeministri Edi Rama me sa duket ka ndryshuar qasje ndaj mbylljes së platformës së rrjetit social TikTok, edhe pse sot po bëjmë një javë nga data kur AKEP i kërkoi kompanisë internetit të bllokojë aksesin e shqiptarëve në rrjetin social TikTok. Rrjeti vijon të jetë funksional. Gjatë rubrikës SMS, kryeministri duke i kthyer replikën një komentuesi ka deklaruar se po punohet me kompaninë për vendosjen e disa filtrave për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmin, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm programet e reja për shkencën dhe argëtimin. Komentuesi: edhe ti pasqyrove që nuk je njeri i mirë që na mbyllet TikTokun dhe do të na lësh pa argëtim. Stopoje këtë çmenduri, se do të hysh në histori si kryeministri i censurës në rrjetet sociale. Na le rahat dhe dil nga jeta jon. Rama: nuk është çmenduri, por gjëja më e shëndetshme që mund të bëhet dhe ajo që ne po bëjmë. Nuk është se e kemi mbyllur TikTokun një herë mirë, por po e mbylli. Ditë për ditë po ngushtohet. Me kompaninë po punojmë dhe po presim një plan për filtrat që të vendos për të siguruar fëmijët, për të minimizuar bullizmin, për të futur gjuhën shqipe, për të stimuluar me algoritëm programet e reja për shkencën dhe argëtimin. Mos dëgjo bufin se do të hysh në histori kështu e ashtu. Ai e ka kryer me histori. Le të rrotullohet nga të doj në histori. E ka vendosur veten në një piedestal me kallama. Mos shko pas bufit se të ha, po kontribuo që të thajmë kënetën. Ja ka kthyer Rama.